vllahun Rahmetlin, po bedel për ta, po bëj haxhi për të inshallah. A ke bërë një sy gjumë se vi veta disa haxhiler? Allah më knaq. Po elhamdulillah bezot e ka fjetë dhe më qu lehtë elhamdulillah. Edhe se më qu qef, po shkën haxh. Për vllahun? Po shkën për vllahun Rahmetlin, po bedel për ta. Që më ka vdek tash 2 vjet i bën gati, që është në korrekt. Po bëj haxhi për të inshallah, Allah na pranon. A më nëshme jep një mesazh për tjerët, për shkakun që i kanë kushtet, kanë shumë të afër që s'kanë mujt me kry, se kanë pas ndoshta mundësit. Jo, ata që s'kanë pas mundësit, se kanë të kërkuar. Ndërsa ata që kanë pas mundësit, se kanë bëhaqë për ta problem. Edhe kjo problem është shumë i madh në Kosovë dhe të shqiptarët përgjithësi. Sepse haxhin e shtyn në fund e nuk e din që deka nuk ka në fund. Deka të fshin, të gëlltit, nuk të vet, ai ki planta se ki planet. Edhe po na vdesin prindrit tan, vllaznia ton, për kanë mundësinë me kry haxhin, për krym po na vdesin me bërç, me obligim. E pastaj tani të gjallë familjarët e tyne, jalla po kam që me bë për nanën, për babën, po bëne. Edhe duhet me bë, është mirë me bë, obligim se ki, për pastaj se ka lënë testamentaj, ama gjinohin e ka, pse se ka bë haxhin. Pastaj kur të kryen haxhin, inshallah taala i gjalli për vdekurin, i pezullohet obligimi atina atje, edhe por pse mos me kryesa të ngjall. Haxhin do të më kryje robi mundsinë e parë që të ebë Zoti për me shku në haxh do të më shku. E punë të dynjas, të lashët të dynjas, ngarkesat të dynjas nuk përfundojnë. Jo për 30 vjet, edhe në 80 vjet nëse ke ymër, po edhe 800 vjet me pas ymër, nuk përfundojnë. Andaj lejt të lashët të dynjas, lejt shtëpiat e djemt e ke martush. Djemt ka me ndërtu shtëpiat, ka me bë këtë, ka me bë atë, ato punë nuk përfundojnë. Shkon haxh, krye haxhin në obligimin e Zotit, sepse është farzi 5 i dinit të Allahut Azza wa Jall. Në mos e neglizhat punë. Ma zujt e vërda. O ty, që më këshyrë. Allah është për leftos, e Allah rritë pranum, inshallah. Amin. S'po të vete, po të kopë për sovës.